Dušan Vlahović u shfaqi tronditur pas humbjes së Serbisë me Shqipërinë te Kuqezinjt mjaftoi goli Rej Manajt për fitoren historike në Leskovac. Vlahović u shpreh pas ndeshjes duke përmendur ndër të tjera dhe minutat që lojtarët kanë me klubet respektive, po ashtu tregoi si ndihej në dhomën e zhveshjes. Nuk është e lehtë, është padyshim humbja më e vështirë për mua që kur kam qenë në ekipin kombëtar dhe mendoj se edhe djemt të tjerë ndihen po njësoj. Një ditë e vështirë për ne, një mbrëmje e vështirë, nuk ka asgjë për të shtuar. Nuk luaj të mirë, nuk fituam disa ndeshje, pati një humbje të madhe kundër Anglisë dhe është normale që njerëzit janë të pakënaqur. Mendoj se ky është realiteti për momentin, është e qartë, sidomos nëse shohim minutat e luajtura nga lojtarët tanë dhe klubet për të cilat luajmë, mendoj se ky është realiteti. Le të ecim përpara, duhet të qëndrojmë të bashkuar. Atmosfera mes nesh është shumë e mirë. Mendoj se kemi një ekip të mirë në këtë drejtim. Patjetër që do të ketë ulje-ngritje, ka shumë djemt të rinj që duhet të mësojnë. Atmosfera, ne u përqendruam në fushë vetëm kur topi nuk është në lojë mund të dëgjosh diçka. Kur luan dhe kur je i përqendruar, rrallë dëgjon diçka nga tribunat. Mendoj se duhej të kishin fituar sot. Ishte një ndeshje që duhej fituar me çdo kusht, por nuk ja dolëm. Do të shkojmë në Andorra dhe sigurisht që do të jetë vështirë për ne, por duhet të rikuperohemi nga kjo ndeshje dhe sigurisht që duhet të fitojmë. Duhet të vazhdojmë të shpresojmë. Mungesa e golit, nëse do ta dija, do të doja të kisha shënuar, sigurisht më shumë se kushdo tjetër. Nuk ja dola, e thash këtë në dhomën e zhveshjes, më vjen shumë keq. Doja më të mirën, nuk ka shumë për të thënë. Nuk po kërkoj alibi apo diçka të tillë, është e vështirë të flasësh për këtë. Pajtohem me ty, duhet të kisha shënuar. Nëse do të kisha shënuar në pjesën e parë, loja do të kishte marrë një kthes tjetër dhe mendoj se ne do të kishim fituar. Mendoj se është më mirë që gjërat që tham në dhomën e zhveshjes të mbeten në dhomën e zhveshjes. Isha i çmendur kur fola dhe sigurisht që duhet e kisha bërë më mirë. Çfarëdo që të ketë, më vjen shumë keq, më vjen shumë keq. Le të ecim përpara, kemi një ndeshje të re pas 3 ditësh. Gjërat ndryshojnë shumë shpejt në futboll. Më vjen keq që e humbëm ndeshjen e Shqipërisë, por le të flasim për ndeshjen tjetër, jo për llogarit, u shpreh Vlahović.